Vllaznia po kalon një nga momentet më delikate të sezonit, pikërisht atëherë kur pritej të ishte më e fortë. 3 humbje rallasi, eliminimi nga kupa dhe rëshqitja në vendin e dytë kanë tronditur jo vetëm rënditjen, por edhe besimin në kampin kuqe-blu. Skuadra e Edi Martinit ka humbur ritmin dhe sigurinë që e karakterizonte pak javë më parë. Në fushë mungon reagimi, ndërsa në aspektin psikologjik presioni është rritur ndjeshëm. Humbja 0-2 ndaj Bylisit ishte sinjali më i fortë i krizës, duke sill reagime të ashpra nga tifozët dhe duke ekspozuar dobësi që deri dje fshieshin nga rezultatet. Një nga problemet më të mëdha të Vllaznisë këtë sezon mbetet performanca ndaj skuadrave të fund tabelës. Plot 13 pikë të humbura ndaj Bylisit dhe Flamurtarit kanë rënduar ndjeshëm garën për titull në një kampionat ku çdo detaj bën diferencën. Në këtë kontekst, ndeshja e Rallës ndaj Tiranës, e cila do të luhet të mërkurën në kryeqytet, nuk është thjesht një sfidë e Rallës, por një moment vendimtar, përballë një kundërshtari që lufton për mbijetesë dhe do të hyjë në fushë me intensitet maksimal. Vllaznia duhet të tregojë karakter dhe reagim të menjëhershëm. Një fitore do të kishte efekt të dyfisht, teksa do të rikthente moralin dhe do të mbante gjallë objektivin për titull. Çdo rezultat tjetër, përkundrazi, do të thellonte krizën dhe do të komplikonte ndjeshëm rrugën në fazën finale të sezonit. Në këtë pikë të garës, nuk ka më hapësirë për gabime. Vllaznia është përballë një prove të qartë, teksa duhet të tregojë nëse është skuadër titulli apo një ekip që nuk arrin të përballojë presionin në momentet vendimtare.